mu më ka ndodhë vetë, sa kom qenë në trener edhe kom qenë në televizion si analist. Më ka ndodhë vetë, më ka thonë gjyqtari, masi që ma ka thonë kartonin, më ka qitë me karton të kuq, edhe më ka thonë shko diskutoj atje në studio. Qaq e bujmë për protagonizëm, për dikon që është në televizion, sa që nuk e ki idenë. Ndryshe gjykohet veprimi Farukut, që është këtu çdo dile, edhe ndryshe gjykohet veprimi një trajneri tjetër, që na shta s'po thon bën sa Faruku po bën bazi se Faruku, edhe nuk gjykohet. Nuk mund është po, e vërtetë është. 5 kartonat kuq që mor, ka dalë nëpër media po kjo është që bëhet për protagonizëm, se mu më ka ndodhur vetë. Unë e ku mor karton të kuq pas 2 të verdhve, domethënë e ku mor një të verdh. E kom marrë të verdhën e dytë dhe kom dalë me karton të kuq, edhe jam dënu me 2 ndeshje. Ka trejnera që i kanë ka preferat për fyti, e kanë bo skandalet ndryshme, e kanë marrë kartonat të kuq